Po shkojmë në drejtimin e duhur. Në qoftë se të gjithë mund të skanoni ekranet me telefonat tuaj celular, do donim shumë që të merrni pjesë në këtë anketë. Apo shkon njerëzimi në drejtimin e duhur, po ose jo. Ju lutem, votoni, sepse siç e keni parë këtë vit këtu në FII-nën, ne kemi vendosur theksin në mbledhjen e të dhënave dhe kjo nuk kupton që edhe të marrim mendimin tuaj nga ky takim i jashtëzakonshëm udhëheqësh që ka zbritur këtu në Riad. Besoj që jemi gati për bisedën tonë të ardhshme. Do t'jetë një bisedë që do t'a prisni me padurim. Kryesohet nga drejtuesi i Institutit të Nismës Investimeve për të Ardhmen, drejtori ynë ekzekutiv në detyrë Richard Atias. Një tryezë e jashtëzakonshme krerësh shtetesh, udhëheqësish botror, të cilët po vinë në skenë tashmë për të folur për sfidat me të cilat përballet njerëzimi dhe ku po shkojmë. Richard Atias, mund të vazhdosh në skenë së bashku me audiencën tuaj. Faleminderit Marina, faleminderit shumë. Jam këtu me një panel mjaft prestigjos dhe shoh mikun tim Gjani tashmë. Të sjell fat kjo Gjani? Po, më sjell. Zonja dhe zotrinj të dashur miq, është një nder i madh vërtet për mua që qendem me udhëheqës prestigjos. Miku Ynë Edi do të mbri tani për pak, por dua që t'ju prezentoj me shkëlqesin e tij Paul Kagame, president i Republikës Ugandës. Ju lutem një duar trokitje. Gianni Infantino, që s'ka nevojë për prezantim sepse tashmë është bërë pjesë e familjes prej vitesh tashmë. Gianni Infantino, që është mbreti i futbollit, ashtu siç e ka quajtur më së fundi presidenti Trump. Shkëlqesia e tij sigurisht Mohamed Irfan Ali, president i Republikës Kooperative të Guajanës. Faleminderit që jeni me ne. Kemi mikun ton Ray Dalio, themelues, mentor, drejtues investimeve, antar bordi i Bridgewater Associations dhe themelues i Dalio Family Office. Sigurisht kemi dhe shkëlqesin e tij Muhammad Shahbaz Sharif, që është kryeministër i Republikës Islamike të Pakistanit. Pra, është thuajse në shtëpi këtu. Dhe pas pak do të vi edhe shkëlqesia e tij Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Në fakt, nuk mund të mos e shihni sepse është udhëheqësi më i gjatë në Europë, ndoshta edhe në botë. Por thënë kjo, kemi një temë mjaft rëndësishme për ta diskutuar. Kemi nisur qysh sot në mëngjes, që do të thotë në çdo drejtim po shkon njerëzimi. Kjo do të na ndikojë të gjithëve, po ndikon fëmijët tanë, do të ndikojë brezat e ardhshëm. Kemi anketën, pat rezultatet e anketës dhe ju ftoj edhe një herë të shkarkoni edhe dokumentin e përparësive të FII-s, ka shumë për të mësuar. Do të nis nga e majta në të djathtë për të shmangur protokollin, sepse jemi këtu mes miqsh e familjeve. President Kagame, Ruanda, që është një vend të cilin e njoh mirë dhe ndihem thuajse në shtëpi, shihet shpesh si vendi model i rezistencës dhe reformave. Në këndvështrimin tuaj, cila është cilësia më e rëndësishme e udhëheqjes që i duhet botës sot për të rindërtuar besimin midis qytetarëve dhe udhëheqësve, sepse duket e qartë që ky besim është thyer. Faleminderit Richard, të shquar panelist. Do ta nis duke thënë se më e rëndësishmja, edhe pse ka aspekte të tjera të rëndësishme të udhëheqjes, por e para, do të doja të përmendja realizimin. Pra ideja është që në momentin që vepron, njerëzit e dinë se çfarë presin, për atë çfarë kanë nevojë, dhe presin që të punosh në
në mënyrë të tillë të strukturuar që ky realizim apo këto premtime të përmbushen duke përmbushur pritshmëritë e njerëzve. Sigurisht, kjo nuk mund të bëhet nëse nuk bën atë që thua si udhëheqës. Dhe ato çfarë përjetojnë njerëzit, të dyja duhet të përputhen dhe duke shkuar përtek kësaj, duhet krijuar besimi në mënyrë që njerëzit, realizimi për cilën fola dhe përjetimi, eksperienca e njerëzve të ecin në harmoni. Dhe besimi mund të krijohet duke përfshirë, duke u siguruar që është e matshme ajo çfarë ke realizuar përmes kësaj eksperience. Kështu që prandaj them për vendin tim që është një vend shumë i vogël, ne sigurohemi që të gjithë të kuptojnë që jemi të vegjël gjeografikisht, pra në madhësi, por nuk jemi një popull me mendje a shpirt të vogël. Mendja e shpirti duhet të jenë njësoj me ata njerëz që vinë nga vende të mëdha. Megjithatë, na takon ne të kuptojmë, të analizojmë se nga vijmë dhe ku do të shkojmë dhe të refuzojmë të mbetemi në të shkuarën, por të shohim përpara. Dhe kam bindjen që jemi ne ata që mbajmë përgjegjësi për të, gjithashtu partneritetet miqt ndihmojnë për realizimin e kësaj dhe kjo përshpejton rritjen dhe pritshmëritë. Por duhet të nis nga ne. Nuk do të vi nga askush tjetër. Askush tjetër nuk do të vi nga askund që të realizojë të zgjidh ndonjë problem pa e nisur me njerëzit të cilët duhet të kujdesen vetë. Kjo është mënyra se si kemi evoluar, kjo është mënyra me të cilën punojmë dhe me të cilën kemi ecur përtej përvojave shumë të këqija dhe të formësuar nga kjo, kemi arritur të kuptojmë se qielli është kufiri në kuptimin se sa larg mund të shkojmë. Dhe kjo është diçka që mund të ndahet dhe të funksionojë në çdo lloj rrethane. President Nikui Mali, a jeni dakord me atë çfarë tha presidenti Kagame përpara se sa t'ju bëj një pyetje specifike për vendin tuaj? Po si mund të mos bie dakord me njëri kaq të shquar? Jam tërësisht dakord me pikpamjet e presidentit Kagame. Ne formsohemi nga ajo që mendojmë, nga guximi i të menduarit tonë, e në qoftë se kufizojmë aftësinë tonë për të transformuar, për të bërë inovacion me masinë e popullsisë dhe të vendit tonë, atëherë kur nuk do të jemi konkurrues. Kështu që prandaj dhe investimin në kapitalin njerëzor, në teknologji dhe ndërtimi i infrastrukturës për të mbështetur konkurrueshmërinë e ekonomisë sonë është një pjesë shumë e rëndësishme e të qenit gjallë dhe e të konkurruarit. Kush e ka vizituar ndonjëherë Guajanën? Kush ka qenë ndonjëherë në Guajanë? Është një mundësi e jashtëzakonshme. Zoti president, le të na thoni pak më tepër për vendin tuaj, për mundësitë që ekzistojnë në vendin tuaj. Na tregoni më shumë se si po orientoni këtë transformim të jashtëzakonshëm ekonomik. Ju jeni të bekuar tashmë me burime natyrore dhe e di që nëse nuk jeni tashmë, do të jeni një kampion i të gjithë Amerikës Latine. Dhe si e shihni vendin? Në ç'drejtim drejtim po shkon? Dhe ku do të donit ju si drejtori ekzekutiv i vendit tuaj, ku doni të shkoni ju së bashku me vendin tuaj. Faleminderit shumë. Më pëlqen fjala drejtor ekzekutiv sepse si udhëheqës besoj duhet jemi edhe mjaft operativ.
Kjo është e rëndësishme kur punon drejt transformimit të vendit, por përpara se sa të flas për ku e shohim vendin tani e mëtej, është shumë e rëndësishme të merremi me temën që po trajtojmë. Në çdo drejtim po shkon njerëzimi. Por duhet të shqyrtojmë po kështu dhe cilat janë ata faktorë që po e drejtojnë njerëzimin në këtë rrugtim që po shkon. Dhe këta janë faktorë që duhem parë nëse janë qëndrueshëm: klima, energjia, ushqimi, kapitali njerëzor, migracioni. Të gjithë janë këta faktorë që po ndikojnë se ku po shkon njerëzimi. Për Guajanën ka një histori mjaft interesante, sepse jetojmë në një botë që ka humbur së paku 6% të biodiversitetit vet në 50-60 viteve fundit. Dhe flasim për një vend, Guajana, që e ka ruajtur biodiversitetin e vet thuajse të paprekur. Kemi në fakt një nga shkallët më të larta të biodiversitetit për frym në Guajanë. Megjithatë shumë nuk e dinë që ne jemi vendi me dendësinë më të lartë biodiversitetit. Kemi normën më të ulët të shpëllëzimit në botë. E megjithatë shumë njerëz nuk e dinë që ne jemi vendi me normën më të ulët të shpëllëzimit. Ne depozitojmë 90.5 të karbonit, por shumë vende nuk e din këtë që jemi vendi që ruajmë, depozitojmë 19 gigaton karbon. Shumë persona po kështu nuk e dim që ky është një vend që e mban botën gjallë. Ky është vendi që po e mban botën gjallë dhe ne themi ende nuk e njohim. Kjo na çon tek pyetja, ku po shkon njerëzimi? Të gjithë këtu në këtë sallë kanë thënë që ndryshimi i klimës është problem i madh. Pyetje tropikale, shpëllëzimi janë një problem i madh. Ja ku është një vend që ofron zgjidhje për këto probleme, ja ku është një vend që i ka mbajtur pyet të paprekura dhe sërish ne nuk e dim, nuk e njohim. Dhe ky është problem. Nuk e njohim sepse drejtimi ku po shkojmë është ndryshe nga sfidat me cilat përballet bota, por po ta kthejmë nga ana tjetër dhe t'ju pyes cila është ekonomia që po rritet më shpejt në Europë, në botë, cili është vendi me rezervat më të mëdha të zbuluara? Atëre, me njëherë, investuesit thonë, është Guajana, i njëjti vend, skenari ndryshon. Besoj që na duhet të shqyrtojmë për parësitë tona dhe flasim për ndryshimin e klimës, për sigurinë energjetike, sigurinë ushqimore, ekoturizmin, kapitalin njerëzor e zhvillimin e tij, dhe përpiqemi ta kyçim të menduarit ton tek sindroma e vendit të madh apo te sindroma e vendit e botës së zhvilluar, dhe nëse e bëjmë këtë nuk do të arrijmë të kuptojmë se çfarë po bën pjesa tjetër e botës dhe çfarë ofron pjesa tjetër e botës sa i takon zgjidhjes së sfidave me cilat përballemi. Kjo është Gajana. Mendoj që ju a prezantova se ç'është Gajana. Faleminderit Richard. Do të kthehemi sërish te ju dhe më pas do të pyes edhe Xhani se çfarë mendon, sepse përfaqëson sektorin privat po dhe një institucion ndërkombëtar. Shkëlqësia juaj kryeministri Sherif. Pakistani nuk ka nevojë të prezantohet, të gjithë e njohin vendin tuaj të madh, por në këtë botë të luhatshme, të botë pabarazish. Si tërheq një vend i madh si Pakistani që po zhvillohet investime afatgjata duke mbrojtur në të njëjtën kohë konstruktin tuaj social. Faleminderit shumë, Richard. Së pari do doja të thoja faleminderit që na ftuat, do doja që të përgëzoja vllajin tim të dashur Ben Salman për këtë gjë të mrekullueshme, për udhëheqjen dhe për vizionin e tij për drejtimin e shoqërisë që ka bërë në Arabinë Saudite. Vi nga një vend i cili është shumë i pasur në burime. Që prej fillimit, 70-80 vjet më parë, kemi bërë gabime shumë të sinqerta, të ndershme dhe kemi mësuar nga këto gabime. Kjo është shumë e rëndësishme. Jemi të gjithë njerëz, jemi të prirur të bëjmë gabime. E rëndësishme është të mësosh nga gabimet e tua. Kjo është ajo çfarë po bëjmë. Në këtë pikë në kohë, po
ndërmarrim ndryshimet më të mëdha dhe reformat më të thella të cilat kërkohen në mënyrë shumë të madhe apo kërkohen në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë kohë, për shembull pjesa e të ardhurave. Institucionet e të ardhurat tatimore janë digitalizuar tërësisht. Ne po sulmojmë, po luftojmë korrupsionin me të gjithë fuqinë që kemi. Megjithatë Roma s'u ndërtua brenda ditës. Ne po ndërmarrim reforma industriale. Kemi një fuqi të madhe tek rinia, 60% e popullsisë janë të rinj. Dhe natyrisht ka sfida, ka dhe mundësi. Ju ofrojmë trajnime, aftësime, ju ofrojmë shumë portofole të tjera për punësim produktiv. Pse po e bëjmë këtë gjë ne? Ne jemi një ekonomi bujqësore. Miqtë e mi, zonja e zotërinj këtu, Pakistani, për fat të keq, përfshihet në listën e 10 vendeve kryesore që janë të ekspozuara ndaj ndryshimit të klimës. Dhe nuk është përfajton që emetimet, nuk është përfajton sepse emetimet tona janë vetëm një fraksion, ndërkohë që në 2022 u përballëm me përmbytje të jashtëzakonshme, me stuhi, dhe në këtë proces humbëm 130 miliard dolar, parcela të mëdha toke, mbetën nën ujë, të korrat u shkatruan, miliona shtëpi u shkatruan, më pas na u desh të merrnim hua për të rindërtuar ato zona të cilat ishin shkatruar. Edhe një herë gjatë këtij viti u përballëm me përmbytje të tmerrshme, një shpërthim përmbytjesh, dhe ishim krejt të pamundur të bënim asgjë. Pra, është diçka që është e papranueshme. Nuk duhet jetë këtu njerëzimi. Duhet të ketë një bashkëpunim të ndërsjellë, në qoftë se dikush mendon që vende si Pakistani, të cilat shkatrohen, për ta është mjaftueshëm një hua, kjo është e papranueshme, është absolutisht e papranueshme, se hua mbi hua, të syet kurrizi dhe nuk do të ngrihesh kurrë në këmbë. Ne po punojmë fort, po bëjmë përpjekje të pareshtura për të qëndruar në këmbët tona. E megjithatë, këto sfida, të cilat janë reale, duhet të përballen në mënyrë të përbashkët nga njerëzimi në nivel global, për të shmangur vuajtjen. Në të kundërt, do të ketë shumë sisteme që do të prodhonin rezultate shkatruese. Pra dua të them që njerëzimi, nëse duhet të ecë përpara, duhet të ecë përpara së bashku, të ndaj të mirat e veta, gjithashtu edhe të ndaj sfidat e veta, të ndaj edhe teknologjitë moderne me ato vende të cilat do t'i përdorin, do të rrisin prodhimin e tyre në kulturë, në bujqësi, në industri e tjera edhe në punësim. Kështu ndihem. Megjithatë, kur janë thënë të gjitha, ne jemi të vendosur për hir të Zotit që do ta transformojmë Pakistanin me punë të madhe, përpjekje të palodhura, duke bërë bashkë burimet tona, të rinjt tanë, në mënyrë që ta bëjmë vendin tonë të i qëndroj mes kombeve të tjera si një vend i nderuar. Faleminderit, kryeministër. Një pyetje shkurtër. Ju jeni që t'jeni bindur që po shkon në drejtimin e duhur në teknologji dhe në inteligjencën artificiale, sepse të rinjt janë të gjithë të fiksuar pas inteligjencës artificiale. Po çfarë po bëni për bashkëpunimin global dhe për teknologjinë, për të siguruar që brezi i ri të përfitojë nga kjo prirje e re e
Inteligjencë artificiale e teknologjisë që priret të jetë gjithëpërfshirëse. Pyetje shumë e mirë. Pakistani ka nisur tashmë këtë rrugë dhe po ecën me shpejtësi drejt teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Duhet ta kuptojmë të gjithë zonja e zotërinj që inteligjenca artificiale ka përfitimet e veta të jashtëzakonshme, por dhe dizavantazhet e veta. Mendoj që në fakt, në nivel global, duhet të ulemi në tryezë. E ata që kanë arritur shumë përparim në inteligjencën artificiale, duhet thonë se si të përdoret që të bëhet më produktive, të bëhet shumë pozitive dhe të kemi sinergji midis veriut e jugut global. Për shembull, bujqësia. Në qoftë se përdorim teknologjinë e inteligjencës artificiale në këtë fushë, Pakistani, që përfaqëson gati 2/3 në pjesën e jugut global, atëherë do të ketë një transformim të jashtëzakonshëm në bujqësi. Edhe në industri, ne po trajnojmë për momentin të rinj tanë në inteligjencën artificiale, teknologji informacioni e teknologji të lartë, po përdorim gjithçka që kemi në dispozicion për të krijuar qendra të dhëna, shpërduhen shumë investime të mëdha. Dhe duhet patur kujdes. Veriu e jugu global duhet ulen së bashku dhe të bien dakord që duhet të kemi një shpërndarje të burimeve, një ekonomi egalitare për veriun e për jugun. Kështu, duke ndarë mund ta bëjnë në të kundërt, nuk do të ishte e mundur që t'i bënim drejtësi vetes tonë dhe të gjithë fshatit global. Kryeministri Rama, ju nuk jeni vetëm një udhëheqës politik. Thuajse u bët rastësisht udhëheqës politik, por jeni artist i shkëlqyer. Krijimet tuaja janë të jashtëzakonshme dhe unë isha tejet i privilegjuar që të vizitoja zyrën tuaj pak muaj më parë në Tiranë dhe është gati një muze. Çfarë mendoni? Roli i kulturës, i krijimit, i arteve, imagjinatës, i teknologjisë. Çfarë mund të bëj për të sjellë vendet në drejtimin e duhur dhe për të frymëzuar njerëzit sot, sepse unë mendoj që njerëzit duhen frymëzuar. Faleminderit shumë. Më lini të ndaj me ju. Përshtypjen e parë nga kjo tryezë. Në fakt nuk jam mësuar ta shoh kështu Xhanin. Jam mësuar ta shoh në shtëpinë e bardhë, duke sjell kupat e botës, kupat e klubeve. Dhe këtu vjen me një top, kështu që topa këtu për ne dhe kupa për shtëpinë e bardhë. Perandori i futbollit është këtu. Dhe është një prej shenjave mjaft domethënëse për të çfarë po ndodh në këtë vend. Kush do ta imagjinonte që në këtë vend vetëm 10 vjet më parë të ndodhte ky takim jashtëzakonshëm dhe që vetë Gianni Infantino do të ishte këtu jo vetëm si turist, por si një person që përfaqëson lëvizjen më të madhe njerëzore e që avokaton për 2034, në kupon në botës të 2034. Duke ju kthyer pyetjes suaj, më duhet të ndaj bindjen time të patundur që ka vende mrekullueshme që mund të jenë të varfra, por nuk ka një vend të shëmtuar që është i begat e i pasur. Kësaj ka një lidhje të drejtë për drejtë midis bukurisë dhe begatisë dhe ka një lidhje të drejtë për drejtë midis njerëzve dhe hapësirës në të cilën jetojnë. Unë besoj se nëse sot mbretëria Saudite është një model, kjo lidhet po kështu shumë me vizionin pjesë të cilit është bukuria, është transformimi, që është fizik, është i prekshëm dhe të tregon që gjithçka është e mundur.
Synimi për ta transformuar këtë shkretë të tirë në Firenze 2.0 dhe kam fjalën për Firencen e Medicit, është saktësisht vizioni. Ajo çfarë po përjetojmë sot në këndin tonë të botës, që do të thotë perëndimi, është inercia, jo imagjinata, ndërkohë që ajo me të cilën ndeshemi në pjesën e Gjirit dhe në shumë pjesë të tjera të botës është imagjinata në vend të inercisë. Sigurisht, imagjinata ushqehet nga inovacioni, sigurisht imagjinata ushqehet nga nevoja për të shkuar më lart, për të bërë kapërcime mjaft të mëdha, por imagjinata po kështu lidhet me bukurinë. Pas kthimit nga aeroporti mbrëm, pas 6-7 vitesh, mund ta shihja e ndjen me njëherë që ka një energji ndryshe në këtë vend. Ka një kuptim ndryshe të hapësirës e të bashkëjetesës, vetëm duke parë skulpturat e gjelbra në të dyja anët e rrugëve. Ndonjëherë nuk është mënyra se si njerëzit, duke qenë se herë njerëzit më akuzonin kur isha kryetar bashkie dhe fillova të lyej me bojë ndërtesat e qytetit, dhe më thoshin që kjo është një fasadë, kjo është kot. Megjithatë, ju thash imagjinojeni një mëngjes, njerëzit dalin nga shtëpia pa u kujdesur se si duket ai ose ajo. Imagjinoni çfarë makthi do të ishte në qoftë se njerëzit nuk do të kujdeseshin për mënyrën se si dukeshin, sepse është krejt gjë tjetër. Unë kam bindje të patundur për këtë dhe kam përshtypjen që për një kohë të gjatë në pjesën tonë të botës i kemi marrë gjërat shumë të mirëqëna, ato që kemi, dhe kemi konsumuar të gjitha ato çfarë trashëguam nga ata që menduan për të bukurën, dhe tashmë jemi tek inercia e mërzitshme. Ja pse, ose po themi një nga arsyet pse në anketën tuaj ka një ndjesi që jeta ime po ecën mirë, po vendi nuk po ecën mirë, dhe kryesisht në ato vende që janë parë për një kohë të gjatë si vende ku gjërat kanë shkuar mirë, po përballen me mërzinë e inercisë, me këtë dëshpërimin që asgjë nuk ndryshon, ndërkohë që gjërat që ndryshojnë për keq, ndërkohë që është histori krejt tjetër në këtë pjesë të botës. Çdo gjë ndryshon për mirë. Kështu unë besoj që ka ardhur koha që ne të jemi më për ulur e të mësojmë nga Xhani. Ai është europian, rrethohet nga forcat e vjetra, tradicionale, por është tërkohën me ato që janë të reja, forcat të reja, dhe tregon që ajo çfarë ndodh në Europë mund të ndodh në Katar, mund të ndodh në Arabinë Saudite, në Marok, dhe mund të ndodh edhe në vendin më të paditur për futbollin, që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, e vërtet. Ray Dalio nuk je vetëm një investues, por edhe një person që ka studiuar ciklin e gjatë të historisë. Çfarë përshtypje ke nga deklaratat e para nga një udhëheqës europian, nga një udhëheqës prej Azisë së Madhe, nga Amerika Latine e nga Afrika? Çfarë të frymëzon? Njerëzimi. Kjo është ajo çfarë kemi të përbashkët, dhe po merremi me pyetjen se si të ecë më mirë. Do thoja që spari është realiteti dhe pastaj aspiratat. Duhet jemi realist, çdo gjë funksionon si një makineri me një raport shkak pasojë. Kush
ka në dorë levat e pushtetit për t'i ndryshuar gjërat. Dhe pastaj, pasi jemi marrë me të gjitha përparimet që është inteligjenca artificiale, standardet e jetëgjatësisë, shumë gjëra, gjë më rëndësishme është që ti bësh njerëzit të merren me njëri tjetrin, le ta quajmë spiritualitet. Në të gjitha besimet fetare ka një element përbërës se si njerëzit duhet të trajtojnë njëri tjetrin. Dhe është e njëjta gjë në të gjitha besimet tona fetare. Bëj për tjetrin atë çfarë do të bëjmë për ty, apo karma që është e njëjta gjë, pra çfarë nuk kupton kjo nga ana tjetër, është kauza e së mirës së përbashkët. Pra, si ndodh, kujdesem për veten, për familjen, kujdesem për komunitetin, a mund të shkoj në një nivel më lartë dhe të kujdesem për atë çfarë ne e quajmë spiritualitet, lidhja me natyrën, a mund të kujdesemi për njëri tjetrin, çfarë do të zgjedhim? Gjatë studimit të 500 vjetëve të historisë, zbulova që ka vetëm 4 gjëra që vendet tona duhet i bëjnë që të kenë sukses. Së pari, arsimoni mirë fëmijët tuaj. Nëse mundeni, ti edukoni, ti arsimoni që t'jenë produktiv, atëherë në qoftë se mund t'i edukoni të jenë civil me njëri tjetrin, ky është themeli të qenit civil me njëri tjetrin. E dyta, në qoftë se ke një shoqëri që është civile, që mund të jetë produktive dhe civil me njëri tjetrin. E treta, ka të bëjë me produktivitetin për shumicën e njerëzve, sepse shoqëria, situata duhet të jetë e mirë për pjesën më të madhe të njerëzve. Nëse ke pasuri shumë të madhe në një vend, atëherë ke një shoqëri e cila nuk ka të tillë pasuri pastaj në gjithësinë e saj. 4. Mos bëni luftë. Mos bëj luftë të brendshme apo luftë të jashtme. Në qoftë se mund të bëhen këto gjëra, edukimi i fëmijëve me elementin, me aspektin civil, për të qenë civil, duke patur një shoqëri produktive e civile, dhe në qoftë se nuk bëhen luftra të brendshme dhe të jashtme, atëherë do të kishim një shoqëri të shkëlqyer. Po. Let be for first time a mentor. You have Më lini të them që jeni një mentor, keni 4 udhëheqës të shkëlqyer këtu, dhe Ray natyrisht është një njerëz shumë i mençur. Çfarë mësimesh mund të mësojnë udhëheqësit nga ajo çfarë u sjell sporti dhe futbolli sidomos njerëzve, sepse askush nuk pyet nëse po shkoni apo jo në drejtimin e duhur. Të gjithë e mbështesin futbollin. Të gjithë ju duan, sillni gëzim, sillni lumturi. Kështu që, ju lutem, çfarë mësimesh të tjera duhet të mësojmë nga ekosistemi juaj i jashtëzakonshëm? Faleminderit shumë, Richard. Faleminderit së pari që më ftuat dhe që më lejuat të jem pjesë e këtij paneli të jashtëzakonshëm. Natyrisht këtu jam njeriu më pak i kualifikuar për t'i thënë dikujt se çfarë duhet të mësoj dikush prej jush nga futbolli. Po do t'i shtoja 4 pikave të rejt të 5 të futbollit. Futbolli është diçka mahnice. Dhe pasi zëdhënësi im i ri, shkëlqësia e tij Edi Rama e përmendi dhe e argumentoi kaq qartë në mënyrë elokuente në lidhje me futbollin, nuk është se kam shumë për të shtuar, por mund të shtoj 2 gjëra. Nëse e sheh këtë. Looks like a ball, right? Duket si top. Does it? Apo jo? Po. Feels like a ball too, yeah. Po, edhe kur e prek, Pass it, yeah. Pass it over. Pass it duket over. po ashtu. Megjithatë, shikoje, kaloje. Ah. You see, it's not a ball. A shikon? It's not exact. It's Nuk not është a ball. top. It is a magic instrument. Është një instrument It magjik. is a magic instrument Është that një transforms instrument magjik që in happy people. i shndërron njerëzit në njerëz të lumtur, në njerëz që qeshin, njerëz që shijojnë, që ëndërrojnë,
njerëz që janë krijues, në njerëz që mendojnë pozitivisht për të ardhmen. Vetëm me një buzëqeshje, thjesht fal një buzëqeshjeje. E ndoshta me këtë mund të kontribuojë futbolli në shoqëri. Vllai im, Poli, të gjithë këtu, Edi, Muhamedi, kryeministri Pakistanit. Ajo çfarë keni bërë e po bëni me vendet tuaja është tejet e pabesueshme, është mjaft transformuese dhe vetëm mund të prulem para kësaj. Por ajo çfarë mund t'ju them për futbollin është që të kujtojmë të gjithëve se për te gjërave të rëndësishme që po bën, investim në teknologji, në infrastrukturë, në shkolla, në spitale, në rrugë, na duhet të investojmë dhe tek emocionet, të investojmë te lumturia. Prandaj na pëlqen të themi që futbolli bashkon botën, sepse kemi nevojë që njerëzit të bëhen bashkë, duhet shkojmë te njerëzit të mësojmë për njerëzit. Nuk duhet të mbetemi të mbyllur në vendin tonë. Për këtë arsye, jam i lumtur që kupon e kaluar të botës e organizuam në Katar me 3 milion spektator, 5 miliard shikues në botë, ndërkohë që kampionati në Zelandën e Re, në Australi, i grave ishte 2 miliard, ndërkohë që kupa e ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Meksik do të ketë 6 miliard shikues, e po kaq do të ketë miliona shikues në stadiume, të cilët do të lumturohen. Dhe këto janë shifra që duhet të na bëjnë të mendojmë, sepse duhet të dimë për çfarë kanë nevojë njerëzit. Patjetër, të pasurit e një pune, të arsimimit, një moment ku mund të harrosh gjithçka dhe thjesht jesh i lumtur. Zotrinjt këtu kanë përgjegjësi për gjërat më të rëndësishme, po unë këtu kam përgjegjësi për gjën më të rëndësishme nga gjërat më pak të rëndësishme, por që është futbolli. A mund të them diçka? Si zëdhën si ti, shefi im harroi të thoshte diçka. Periudha kur norma e kriminalitetit në botë është më e ulta, është muaji kur zhvillohet Kupa e Botës. E vërtet po thuaje për hir të Zotit. Dhe në pak kemi edhe një tjetër anekdotë që dua ta ndaj për këtë. Pak vite më parë kam qenë në Rio de Janeiro në Brazil. Pra vite më parë ka qenë një qytet jo fort i sigurt, dhe isha në favelat, në lagjet e varfra të Rio de Janeiros, dhe ju e dini. Dhe shkalla e kriminalitetit në favela ishte shumë e lartë. Kishte një parcel tokë që ishte bosh, dhe çdo mbrëmje vinin edhe fëmijët që shkëmbenin drogë. Nisëm një iniciativë me kryetarin e Bashkisë së Rio de Janeiros, duke vendosur 4 shtylla me drita, 2 porta futbolli, dhe e transformuam këtë copë tokë si në një fush futbolli në më pak se një javë. Shkalla e kriminalitetit ul me 85%. Kjo është fuqia që keni, ky është pushteti i futbollit. Për 15 minutat në vijim, le të bëjmë pyetje të shkurtra, e të marrim përgjigje të shkurtra që të kemi një diskutim interaktiv. Sa është popullsia e Ruandës, president? 14.5 milion. Në Guajan? 800.000. Edi? Është pak më ndërlikuar, sepse ne jemi brenda e jashtë vendit. Vetëm për vendin. Në vend është 2.4. Ndjes, do të kryeministër, vendet e vogla. Kam një pyetje për vendet e vogla. Si është e mundur që vendet e vogla përmes shkaktësisë, inovacionit, do të mund të ndryshonin trendin botror, sepse ju po bëheni edhe më vokal, edhe më modele. Dhe për të cituar Edin, që foli
për rrugtimin nga aeroporti drejt qendrës në Riyadh, dua të kujtoj, zot në presidenti Kagan, në momentin që eca nga aeroporti drejt vendi ku po shkoja, kishte një tabel, investime po, korrupsion jo. A mund të më thoni se si munden vendet e vogla e të mesme të ndryshojnë drejtimin e botës? Ndoshta kemi një rast mjaft unik në Guajana sot, dhe kur mendon për Guajanën mund të mendosh edhe për Katarin, që ka një popullsi të vogël, por gjithashtu dhe një popullsi të madhe sa i takon forcës së punës, fuqisë punëtore. Së fundi në Guajanë është zbuluar naftë dhe kjo në fakt ndezi më tej, e çoi më tej normën e transformimit e shpejtësinë e tij dhe na lejoi të bënim investimet e duhura në kapitalin njerëzor, kujdes shëndetësor, arsimim, teknologji, për t'u kthyer madhësisë së vendit tonë, atë të çdo vendi. Çdo vend duhet të jetë i aftë të konkurrojë në një sistem global. Dhe të konkurrosh në një sistem global, pavarësisht sa i madh ai vogël je, duhet të kesh infrastrukturën e duhur. Sistemin e duhur arsimor, kujdesin shëndetësor, sistemin ushqimor që do t'i mbruaj njerëzit nga uria, duhet ta bësh këtë gjë. Në rastin ton jemi në të aftë që t'jemi konkurrues, të konkurrojmë në energji, në infrastrukturë, pjesë e madhe do t'jetë edhe inteligjenca artificiale, teknologjia. Pra, po bëjmë një kapërcim mjaft të madh me inteligjencën artificiale, qendrën e të dhënave, digitalizimin që do të luajë një rol të rëndësishëm. Po ndërkohë që po bëjmë këtë gjë, investojmë po kështu edhe në sektorët tradicional për të siguruar që të pozicionohemi në kryeqytetin ushqimor të botës. Investojmë që t'i ruajmë pyjet tona ashtu siç janë për hir të njerëzimit, po investojmë që të sigurojmë se kemi popullsinë më të aftësuar dhe për ta bërë të gjithë këtë ne dimë që ashtu si Katari na duhet të sjellim talente, na duhet të sjellim njerëz, të sjellim investime, po kështu dhe teknologji. Këto po bëjmë. Nuk kemi kohën e burimet njerëzore për ta nisur nga zero. Na duhet të sjellim modele burime dhe pastaj t'i përdorim për zhvillimin tonë. Presidenti Kagame, çfarë mendoni se mund të mësojmë nga ajo çfarë bëni ju, nga mënyra se si e keni vendosur vendi në drejtimin e duhur që mbështetet nga kaq shumë investues, nga kaq shumë udhëheqës? Si mund të ndryshojnë lojën sot vendet e vogla e të mesme? Siç e thash, nuk është çështje madhësie apo diçka e të ngjashme, është çështje mendjeje, çështje shpirti, çështje praktike. Dhe edhe një herë nuk ka të bëjë fort me atë çfarë japim si leksion, po atë çfarë mësojmë ndërkohë që merremi me problemet. Folëm kaq shumë për globalizimin, për pjesën operative, e të punuarit me njëri tjetrin. Por duhet të nisim nga pika se si merresh me biznesin, me punën tënde, cilat janë sfidat, cilat janë probleme. Imagjinoni që ne kemi patur sfida të tmerrshme. 30 vjet më parë, vendi ishte tërësisht i shkatërruar. Pra ishte e vështirë se si mund të bëheshin zgjedhje në atë kohë. E ndërkohë punuam në mënyrë që të jetonim sërish, të lidheshim me pjesën tjetër të botës. Dhe në fakt kjo ka të bëjë me kujdesin për atë që bën vetë dhe pastaj lidhjen me të tjerëve. Sa i takon mësimeve që kemi mësuar ne, prej vetes, prej të tjerëve, është që kujdesu për punën që bën, dhe
kujdesesh për njerëzit, për pritshmëritë e tyre, për kontribuon dhe ata kontribuojnë për të gjetur zgjidhje. Pastaj lidhesh me pjesën tjetër të botës që të ndihmon për atë çfarë ke nisur dhe po bën. Kemi konstatuar që në këto 30 vitet e fundit, gjërat kanë ndjekur njëra tjetrën. Pra, jemi kujdesur për biznesin, për punën, duke mbajtur veten përgjegjës, duke mbajtur njëri tjetrin përgjegjës. Dhe për këtë arsye, kemi arritur në këto rezultate gjatë rrugtimit që kemi ndërmarrë, por nuk harrojmë që të punojmë me të tjerët në mbar botën për atë çfarë mund të ofrojmë. Por ne përgatisim terrenin për të tjerë prej nesh që mund të vinë e të investojnë bashkë me ne, që tregtojnë me ne apo bashkëpunojnë në të gjitha mënyrat e mundshme. Pra, kemi përcaktuar përparësit, duke nisur nga kufizimet që kemi dhe nga ana tjetër, duke mos u penguar prej tyre, por duke parë potencialin tonë dhe potencialin që sjellin të tjerët nga jashtë. Kjo tryezë e rrumbullakët është si një lojë futbolli. Dhe në fakt arbitri më thotë që mund të kemi kohë shtesë sepse kemi një lojtar të ri. Faleminderit zoti president që erdhe të bët pjesë. Presidenti i Kolumbisë. Po flisnim se si njerëzimi po shkon ose jo në drejtimin e duhur. Kemi bërë një anket në Institutin FI, ku më shumë se 2/3 e qytetarëve mendojnë që bota nuk po shkon në drejtimin e duhur. Duam të dëgjojmë diçka prej jush, prej këndvështrimit tuaj, nëse vendi juaj po shkon në drejtimin e duhur, çfarë po bëni ju si udhëheqës, e çfarë mesazhi doni të ndani ju me të tjerët, me investues nga bota. Dëgjuam nga Guajana për strategjinë e jashtëzakonshme të Pakistanit, gjithashtu edhe për Shqipërinë, e Ruandën, që është një model i shkëlqyer për Afrikën. Dhe dëgjuam nga Gianni Infantino, që duke cituar Edi Ramën, është perandori i futbollit, se si futbolli sjell të gjithë në një drejtim. Po kështu dëgjuam nga Ray Dalio, që është një investues i jashtëzakonshëm që ka studiuar historinë. Duam të dëgjojmë prej jush. Çfarë mund të na thoni për vendin tuaj dhe për botën në përgjithësi? Ju lutem, vini kufjet sepse presidenti Petro do të flasë në spanjisht. Bien. Extendería incluso la pregunta no solo al marco puramente colombiano. E kuptoj që pyetja nuk është vetëm për Kolumbinë. Ky është një diskutim i cili nuk është i ri midis qeverive tradicionale, por ka një ndryshim në politikën e Kolumbisë që ka nisur prej 3 vjetësh, por përballë me Amerikën Latine, është qartësuar në realitet fati ekonomik i Amerikës Latine. Dhe mund të them se cila është shenja apo ajo çfarë i lidh ka një potencial të jashtëzakonshëm. Kemi çështje me të cilat përballemi, që është energjia e pastër dhe sigurisht ky është një diskutim që po ndodh në mbar botën. Nëse themi që nëse tregtia globale duhet jetë ndryshe nga mënyra tradicionale, për shembull nafta, mund të mësojmë nga përboja e vendeve arabe. Dhe si qeveri na duhet të angazhohemi dhe t'i besojmë shkencës, t'i besojmë historisë. Gjithashtu atyre historive të jetuara nga njerëzimi për gjatë gjithë kohës. Në ekonominë botërore shohim tashmë që
ky diskutim është i pranishëm. Në qoftë se shkenca thot që duhet ta shkëpusim pushtetin nga nevojat apo nga elementet tradicionale, mund apo duhet të bëjmë, pra është një tranzicion, është një ndryshim i cili duhet jetë sa më i shpejt të jetë e mundur. Si vendet Amerikës Latine, ne kemi potencialin për të qenë një prej ekonomive më të mëdha në mbar botën që prodhon energji të pastër për të gjithë botën. Varet po kështu edhe nga pozicioni gjeografik që është pranë detit, po kështu edhe burimet e tjera. Kështu ne mund të marrim rolin e vendit që mbështetet energji e pastër. Për shembull, qeveria e SBA-s mendon ndryshe dhe to consume for the clean energy, but what we saw dhe mund të konsumoj energjin e pastër. And for the association that said that they have 400,000 of kilowatts of clean energy. Dhe ndërkohë, kur thuhet që ka 400 1.000 kW energji të pastër, ndërkohë që vetëm shteti ka nevojë për 2.000 kW. Kështu mund të themi që Amerika Latine mund ta përdor këtë energji të pastër dhe të ketë investime që mund ta shndërrojnë këtë gjë në realitet. Kështu mund të ecim një hap përpara, e mund ta zbatojmë këtë edhe në Afrikë, në Europë, pra. Gjithashtu edhe ta bëjmë të mundur për vendet e tjera. Pra vendet që kanë naftë, që mbështeten te ajo, kanë një mundësi të jashtëzakonshme për ta transformuar këtë energji në energji të pastër. Dhe mendoj që kjo është përgjigjja ime për pyetjen tuaj. Kryeministër Sharif, what keeping you awake in the evening? Çfarë ju mban zgjuar natën? Që të garantoni që qytetarët tuaj janë të lumtur dhe që të garantoni që po shkojnë në drejtimin e duhur. Faleminderit shumë. Prosperiteti, paqja dhe përparimi i popullit tim më mban pa gjumë. Kemi sfida, siç u shpjegova më parë. Kemi arritur tashmë stabilitet në nivel makro, por kjo nuk mjafton. Jemi një vend prej 240 milion banorësh dhe me sfida të panumërta, siç e thash. Por kur nuk duhet humbur shpresa. Duhet ju jap një shembull. Një shembull të cilin e kam parë me sytë e mi kur isha i ri, apo një djalë i vogël. Në 1972, 2 janar 1972, babai im i ndjer zotronte një kompani të madhe çeliku në Pakistan. U shtetëzua. Pra një ditë e kishin bashkë me vllezërit, ndërsa të nesërmen nuk kishin asgjë në duar për të bërë. Unë dhe vëllai im i madh ishim student në kolegj. Dhe të nesërmen, babai më tha, ky është vullneti i Zotit. Na duhet të ngrihemi në këmbë, të t'ja nisim nga e para. E tham që çdo gjë është shtetëzuar, si do të mund ta nisim nga e para. Për sa kohë keni shpresë, për sa kohë nuk dorëzoheni, dhe për sa kohë jeni të angazhuar të punoni fort,
me përpjekje të pareshtura, Zoti i plot fuqishëm do t'ju dhuroj burime që as nuk mund t'i kishit imagjinuar. Everything was lost. Po ju them që gjithçka kishte humbur. Pas 18 muajsh, babai im ndërtoi 6 fabrika në të njëjtin qytet të Pakistanit. Pra, kur do ka vullnet, ka një rrugë për ta bërë. Pra, në qoftë se nuk dorëzohesh, atëherë mund të bësh gjithçka. Faleminderit shumë. What Europe should do E di, çfarë duhet bëj Europa to go praktikisht back to the right direction? për t'u kthyer në drejtimin e Give me duhur? 3. If you are the Më jep 3, nëse emperor of Europe, do to t'ishit quote what you say about perandori Turkey, i what will the Europës, first për 3 cituar atë decisions you Spartak will make to Përxhanin, bring cila Europe do t'ishin 3 vendimet për ta This is kthyer where Europën? one has to envy Gianni, Ja, because këtu you have not duhet to pasur think zili and Xhani, answer sepse these, nuk i duhet që të questions. mendoj e të përgjigjet But, pyetjeve të tilla. Por, frankly, I sinqerisht, believe that something mendoj is që fundamentally wrong. ka in the fact diçka that thelbësisht të gabuar në There is faktin që a hurry in daily basis ka një to nxitim rearm, to të përditshëm për think të and to riarmatosur, speak and to për të menduar, për të more and more folur e about për të more weapons, punuar gjithmonë e më tepër për while më shumë armë, there is no peace plan ndërkohë që nuk ka that një is plan paqeje possible to look and read and think about. që do të So, mund ta shihje, ta lexoje e të mendoje mbi të. That Një Europë has not its own peace plan. që nuk ka planin e saj të paqes, një Europë e cila për vite me radhë Autopilot of the United States. e buri veten në autopilotin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe pastaj kur gjërat atje ndryshuan dramatikisht, do të thoja, to waver the notion of the ceasefire, nisi rediscovered Të the word ceasefire, which was rizbulonte every vocabulary. fjalën armë pushim, që ishte hequr nga fjalorit gjithve. E megjithatë, A position that ka ngecur në një just pozicion about weaponry and not also about që diplomacy. përqendrohet vetëm tek armatime. Pra të ngecësh në këtë pozicion që të mendosh vetëm për armatimet dhe jo për bisedimet e paqen, është shqetësuese. E di si fakt që jam udhëheqësi më i gjatë mes udhëheqësve Europian, por gjithmonë mbaj parasysh që përfaqësoj një vend shumë të vogël, kështu që nuk më takon mua që t'i bëj leksion askujt apo të them se çfarë duhet të bëjnë të tjerët, por si një europian i palëkundur, ndihem shumë i shqetësuar dhe i trazuar nga fakti që fjala bërthamore është shndërruar në diçka normale në fjalor, ndërkohë që vetëm disa vjet më parë fjala nuk përdorej nga askush. Kërcenimi i nënkuptuar apo i hapur përmes medias sociale, i forcave të mëdha përsëritur me raketat bërthamore në Kuriz është çmenduri. Kur e sheh të gjithë këtë, e kupton, ka një fjalë që thonë italianët, një dush modestie, progresie, që do të thotë Europa në përgjithësi, duhet të marrë një dush progresie dhe të përpiqet të reflektojë më shumë se çfarë po ndodh në pjesët e tjera të botës, se të përpiqet të mësojë dhe të rinis duke mos e marrë legitimitetin e vet moral të mirëqen, e si diçka që i jep të gjitha arsyet
për të shkuar në një drejtim që sigurisht nuk është I duhuri. Këtë mund të them për Europën. Se çfarë duhet bëjë ose të mos bëjë Europa nuk ka lidhje me mua dhe Shqipërinë. Dhe në fakt është gjë e mirë, sepse në një moment kur e dreqosin atëre kanë vetë barën. Ndërkohë që kur kanë sukses, mund pretendojmë që jemi pjesë e suksesit. Do t'ju jap një fjalë të fundit të gjithë dhe ju përdua të falenderoj presidentin Sharif, kryeministrin Sharif, I cili duhet të vrapoj. Faleminderit shumë që ishit me ne, kryeministri Sharif. Faleminderit shumë. Gjani, pyetje e shkurtër. Je dakord me bindjen time që FIFA ka një rol moral, që, si të them, të jetë motori I përparimit moral, I të drejtave të njeriut, parazisë gjynore, apo I vlerave të rëndësishme që unë mendoj gjithë njerëzimi duhet të ndajë e të zbatoj. Absolutisht po, sepse futbolli I përfshin të gjitha, përfshin çdo gjë që u diskutua këtu, përfshin edukimin, arsimimin, mund të mësosh shumë duke luajtur futboll, duke luajtur sporte, paqen, unitetin, të mbledhurit bashk, të kuptuarit e njëri tjetrit, të gjitha këto vlera që futbolli ju sjell njerëzve, duke e nisur që me fëmijët, kur ata nisin të luajnë, është diçka që duhet ta ruajmë të tillë dhe që duhet ta nxjerrim në pah gjatë gjithë kohës. Ajo që përgjithsisht na duhet dhe u përmend nga të gjithë tu është edukimi, është siguria, është shpresa. Dhe është paqja. E pastaj pak lumturi që vjen me lojën dhe dua të përgëzoj presidentin Petro, urime Kolumbisë që është kualifikuar për Kupën e Botës. Shumë urime Kolumbisë për kualifikimin. E ndërkohë që jemi në Arabinë Saudite, urime dhe Arabinë Saudite që është kualifikuar për Kupën e Botës. Shumë e rëndësishme sepse këta lojtarë e kanë bërë gjithë vendin të lumtur dhe mbi këtë duhet të ndërtojmë. Doni të reagoni, zoti president, për atë çfarë tha Gjani? Dhe pastaj do t'i jap fjalën e fundit Rei Dalios. Besoj që futbolli, të qenit një ekip kolektiv, dhe natyrisht është një ekip I cili në fakt nënkupton bashkimin. Kolumbia do të jetë mes të parëve kur kemi pra në përbërje gjithashtu edhe vende me prejardhje europiane nga vendi ynë dhe kjo e ka bërë të mrekullueshëm vendin ton. Historia tregon që ndonjëherë humbasim, ndonjëherë fitojmë, konkurrojmë shumë edhe me europianët. Pra kemi nisur të kuptojmë që kjo e ka bërë futbollin në Amerikën Latine diçka shumë të madhe, po kështu studiojmë atë çfarë ndodh në Europë. Dhe shpresojmë që kjo të ndodh në të gjitha kontinentet. Natyrisht që Kolumbia do të jetë në Kupën e Botës. Faleminderit. Le ta mbyllim këtë panel të shkëlqyer duke ju bërë një pyetje. Kur dëgjoni gjithë këta udhëheqës dhe palë dhe studimeve tuaj, cili është keq kuptimi më I madh sot që nxit pabarazinë globale? Mendoj që të gjithë kanë të njëjtat qëllime. Duan që populli I tyre të ecë mirë në të gjitha ato mënyra që u përmendën dhe patjetër që kanë synime të mira. Unë mendoj që keq kuptimi ka të bëj me mënyrën se si
ndajmë, how to get si të to the ndajmë, point si të where, arrijmë te pika there's essentially karma and ku it's a very practical në reality. thelb e bëjmë këtë. Pra ka një realitet mjaft praktik Help që and pak gifts to ndihmë others can make such a difference to e them. dhurim And të when there's tjerëve exchanges of mund that, të bëj you një get dallim better for the shumë, një common ndryshim whole. shumë të madh And për I ta. think Dhe ajo çfarë ti merr në the këmbim ability to është e mira e empathize përbashkët për të with gjithë. those Aftësia për të circumstances and to rise qenë above empatik me të gjitha këto rrethana dhe për të ngjitur, për të ngritur and then to see it through për other mbi people's egon eyes tënde, për mbi is, veten that's the tënde element of spirituality, dhe that të is mendosh the për të element tjerët, of ky karma. është elementi I i think spiritualitetit, happen, elementi i but, karmës, si there's duhet human ndodhë. nature that Megjithatë, stands in the way. midis të dyjave është natyra njerëzore. Faleminderit Rej, një duar trokitje për udhëheqësit tanë. Ju lutem, ky është vetëm fillimi i mbrëmjes. Pas pak minutash do të keni dy sesione të jashtëzakonshme e lider të jashtëzakonshëm. Zonja Zotrin do t'ju ftoja që tuleshit më përpara. Do të dëgjojmë nga Ministri i Energjetikës i Mbretërisë Arabisë Saudite me një fjalë mjaft frymëzues dhe më pas shkëlqësinë e tij zëvendës presidentin e Kinës. Faleminderit, një duar trokitje për gjithë panelistët tanë.